Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21, është kjo magazina e pasditës, emisioni Bomban, në cilin sot ç'është e vërteta, po mendoja çfarë të flasim. A të flasim për krejt ato që e karakterizoi ditën e djeshme, për rezultatet e zgjedhjeve, për atë çfarë pret populli, për krijimin e institucioneve, të flasim për diçka që ndërlidhet me kulturë dhe gjatë një bisede që kishim sot në program të mëngjesit me kryesuesin e Komisionit Vlerësues të Drejtorisë për Kulturë në Prizren, sa i përket organizatave jo qeveritare të cilat çdo vit marrin subvencione për të themi projekte të ndryshme të kulturës, më bëri shumë përshtypje deklarata e zotrit Krishnik Krasniqi, kryesuesi i Komisionit Vlerësues, i cili tha se njëra prej arsyeve pse nuk disa organizata dhe shoqërive kulturore nuk janë dhënë subvencione këtë vit nga ana e Drejtorisë për Kulturë në Prizren, është edhe fakti që ata e pas kanë përdor me të madhe inteligjencën artificiale. Dhe pikërisht këtë që do ta diskutojmë sot me Darsej Rizën, njës jashtëzakonisht i mirë i kësaj fushë, me cilin do të flasim se a duhet të përdorim inteligjencën artificiale edhe në krijimin e projekteve të ndryshme për të konkuruar në një të themi punë si që është kjo çështja e subvencioneve. Pse duhet ta marrim si diçka jo të mirë, kur në fakt, nëse ne dim ta përdorim inteligjencën artificiale, mund të krijojmë gjëra të jashtëzakonshme. Por, para se të zhvillojmë bisedën me Darsej Rizën, po ju ftoj që ndiqni deklaratën e zotrit Krasniqi. Po veç ju kisha kërku, se unë deshta për fund me lënë, po ju kisha kërku këtyne organizatave që mos ta përdorin shumë inteligjencën artificiale. Se gjitha projekte përdorin inteligjencën artificiale është njëra në botë, po përdoret për me kriju edhe vaksin, tash nuk e kuptoj pse mos me përdor për kulturë. Më fal, po s'mund mos bëj këtë pyetje. Projektin do të me parapor me çka ka menduar, se çati nuk. Po zotri Krishnik, inteligjenca artificiale nuk ta krijon ty projektin, po si tregove çka po kërkon. Ti mund të komunikosh gjithë ditën me të, po nuk ja dhe indikacionet edhe direktivat s'ka se si ta krijoj ajo atë. Apo thuaj që gjithçka me ChatGPT e kanë bërë çka? Shumica e projekteve që kanë nërzuar kon me ChatGPT. A kjo është njëra prej arsyeve? Edhe në pikëzim komisioni anëtarët kanë vendosur mi penalizu kësaj here. Këtë vit 400 aplikime mi pas përveqë dhe individ. Oke, apo bjen kështu, tjetër herë shkruani vetë, mos t'ja u shkruaj çati, apo i bjen kështu? Na, si qytet, mujnë me bo aktivitete në këtë qytet çfarë do, si kulturë, sport, rini. Më konë pak ma real, se qëtu po jetojmë, qëtu po shohim. Kesh të tonë 400 aplikime kemi pas si vjetë përveqë dhe individ. Në kulturin konë 74, sport 54, rini 16 që kanë kajluar. Po ndërprejet, po do këtë jemi të kjartë. Po të dëgjojmë mirë. Zoti Krishniku, tani për te asaj që e kënë përdorur ChatGPT-n për me i bë projekte, ta kanë harru me i qitë disa fotot vitit kalume, krejt to janë gjërat të cilat ju i vlerësoni më mirë, për atë arsye dhe keni këtë komisionin. Mua më intereson të di nëse në rast që do të kishim një buxhet më të mirë se ky që keni, pak të problemin e përmbaruzve që kanë shumë komuna që është e vërteta në Kosovë, a mund të presim një përkraje më të mirë për çështjet, për temat, për aktivitetet kulturore të cilat në fakt gjithmonë konsiderohen si të dorës së tretë, por që nëse flasim për atë ndikimin që kanë në jetën e shoqërisë sonë, janë goxha të rëndësishme. Po shpresojmë që të këtë probleme përmbarues ta të kalojmë shumë shpejt, të kemi një buxhet pak më të mirë në vitin 2027, do t'ju subvencionojmë ndoshta edhe më shumë. Tani një pyetje të fundit. Nuk e mohojmë që këto organizatat nuk kanë aktivitete të mira. Por rregull, kriter është dokumentacioni. Shumica kanë pas probleme në dokumentacion. E vërtet, kjo çështja e procedurave, dokumenteve është një çështje tjetër, një problematik që ka të lashtë të kësaj natyre në kudo që aplikojmë. Krejt në fund tregon shumë sinqerisht. A hiç kurse ke përdorur ChatGPT-n?
Drejt po të pës. Shumë sinqerisht. Po e përdori për cena nështë më thjeshta për projekte që do të më marrë subvencione për komunës. Diçka hecë po ma mërmenja që se përdore edhe për projekte, se din me të dhoni ide të mira, nëse din me punu me ta, është fenomenal. Për ide ndoshta nuk asi, por për naj postim për... për postime po. Për drejt shkrim. Për drejt shkrim. Për mirësi. Faleminderit shumë, zotri Krasniqi. Shumë faleminderit. Darsej, ne kemi në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, Darsej, faleminderit shumë për kohën që po ndonë sot për ne. Po më dëgjon, Darsej? Po të ndëgjej ka 2 herë, po të ndëgjej po më me ditë që më pojë. Okej, qajo është me rëndësi. Në fakt, ti sot je pjesë e një punëtorie shumë të rëndësishme ku po i mëson njerëz se si me përdore dhe si me shfrytzu në të mirë të punës edhe në lehtësim të punës tonë inteligjencën artificiale. Tani, prej kësaj që pash, është një video të cilën ta kam dërguar edhe më herët. U tha që njëra prej arsyeve pse këto subvencione nuk janë dhënë dhe nuk janë pranuar kërkesa për me mbështet disa organizata është që projektet i kanë punu me ChatGPT. Si është sheti një deklaratë të tillë? A ka diçka të keqe nëse ne e mësojmë inteligjencën artificiale që ka me bëhe dhe ajo me i kriju projektet edhe ide tona me i sjellë në një format më ndryshe se që jemi mësuar të shohim? Tu ka shumë probleme që kanë ka shone prej videos që e pash, unë e besoj që në organizatat e cilat janë diskualifiku o bo gjënanto, është budallaki me mendu që dikush e kap në ditë sotit edhe shkruan komplet një projekt pa inteligjencë artificiale. Unë nuk po dia kam vlerësua ata sikur si me pasion universitet, më kon tema landa si të shkruajnë esej, kisha thonë ok në rregull. Po vlerësohet artit shkruarit, po kur vjen puna për projekt me shtru, punë e madhe kush e shkruan, zakonisht shumica e bizneseve të mëdha kur aplikojnë për tender dhe projekt të mëdha marrin dikon të jashtëm, një konsulent për m'ia shtruar tash. Çka ka vlerësohet? A ka vlerësohet përmbajtja, a ka vlerësohet kush e ka shtruar? Nëse biznesi ka thonë bëj XY për çet grant ose tender ose çka do që është, pse duhet më vlerësu me çka është shkru. Ajo është obligimi legal i biznisit ka me shku nëse fiton që ata i du të mi jap që ato rezultate. Edhe vlerësohet si pas tyne, nuk po bash arsyeja e diskualifikimit o kam do këtë skandaloze, po këtu besoj që kjo vjen me problemin tjetër që është ka mungën edukimi i përgjithshëm të nasa i përket inteligjencës artificiale, edhe normal edhe metoda regulativa të ndryshme se çka bën ose çka s'bën, edhe po lejohet me mbet në mshirë njerëzve që nuk e dinë fuqinë e saj edhe mas i marrin vendime skandaloze të tilla. Unë mendoj që kjo duhet me qenë njëna prej rasteve ku duhet mu ripërsërit komplet. Bash mendoj që është e padrejta i bizniseve me u lyp mos më përdor inteligjencë artificiale, është çështje e kalumes, duhet mi te kalu këto sane. Një aty jetun e pokë të re, duhet më adaptu në situata të reja. Dhe nëse ne në fakt dim të përdorim në të mirë të punës sonë, inteligjencën artificiale, Darsej, ne jemi dëshmitar të asaj që kursejmë pa fundësisht kohë dhe e thatë edhe ju, nëse do duhet të shkruanim një esej ose diçka të kësaj natyre është hajde diçka tjetër, por ne po flasim për projekte. Dhe të sqarojmë edhe një gjë, inteligjenca artificiale nuk na i krijon projektet, po nuk ditëm ne çfarë të kërkojmë prej saj, apo jo. Ti këtë e din më mirë se unë dhe po besoj mund të na elaborosh edhe më saktë. Është shumë normale ti pa jep kontekst inteligjencës artificiale, çfarë biznesi je, çfarë targeti ki, çfarë do me mripi këtij projektit, çka janë resurset tuaja, çfarë buxheti ty apliku, m'ja jap rregullat për projektin për mi shkruaj, ti përmbush ato rregulla. Këta do të me qenë shumë të gëzueshëm që kanë përdorur inteligjencën artificiale se inteligjenca artificiale është fokusu për mi përmbush rregullat edhe kërkesat e tyne që kanë në dokumentacion. Çaj dokumentacion është bazë ligjore, masnena nëse një biznes e kryen ose se kryen obligimin e tyne. Më thonë, për mendimin tim, mu konë vend tyne ma përpara duhet në kisha thonë, nëse nuk e ke lëshu qëtë projekt, s'paku inteligjenca artificiale me ta kontrollu njere, ajo ki përmbush rregullave tona mos e dorëzohet. E jo e kundërta. Kështu që inteligjenca artificiale nuk mundet me zvoju prej vetës,
ka dijeninë e kitë botës, po kur ka diçka nevojë specifike, projekt specifik, atëherë automatikisht ti duhesh mi tregu krejt informatat një ajet. Do më thonë, dikush ka bo punë serioze aty për me mujt inteligjenca artificiale me pas një projekt serios. Po si duket, ju ka ra krese, nuk e mësu me pa një projekt pa gabime, një projekt me këtë strukturat e rregullume si duhet, se na njerëz bojnë gabime. AI o ka thonë ma pa gabime, se në dhe të është ma i saktë. Edhe normal që mas në kanë thonë, inteligenca artificiale, kanë përdor vegla për me këshyra ashtu projekti përmes AI që i përdorin në për universitete, edhe normal që dhe që është përdor, edhe jemi ku jemi tash të e që të është i lullë që temë. Po prap, unë nuk mendoj që apo biznise kanë vjerë diçka, kanë bo diçka keq, unë veç mendoj që i në gjëna më do. Darsej, tani unë e thash në fillim të kësaj bisede që ti sot veç je pjesë e një punëtorie ku po imson njerëz se si me përdor inteligjencën artificiale, të gjeneratave të ndryshme. Sa është e rëndësishme që ne sot të marrim trajnime, të hulumtojmë, ta pyesim edhe vetë inteligjencën artificiale, sepse ajo na jep edhe përgjigje të kësaj natyre, për mënyrën se si ne do të mund të përfitonim sa më shumë prej saj, për me realizu projekte, për me qartësu ide, thjesht për me lecu, ndoshta një grumbull punësh që ne i kemi për një moment, edhe me ja lecu vetit, me një fjalë, me i pas gjërat shumë më lehtë me i realizu. Na veç se jemi të mbaj trajnime të dedikume për biznise, bile e ndërpreva trajnime për që të intervistë. Tash me një biznes, mundi me vrejti trafavizm, nuk jem në ambient të zakonisht që e shohin njerës. Edhe pika kryesore që edhe gjatë trajnimit po fitet është që momentin kur pe kuptojnë fuqit e sajna pju qetet krytë dhe pishojnë mundësit para vetës. Edhe keq aty është esenca, është se cili duhet me kuptu që kjo bote e AI të ofron tepër shumë mundësi dhe tepër lezgjitje të ndryshme, edhe kur pi kupton keq ato limitet edhe përparësitë e sajna, tek që atëherë po fillon me mendu për ta. Se nuk është AI veç mi shkrua me të ndresh emaila, nuk është veç përsa në tjeshta që ka në do viteve të kalume. Sot është kapaciteti hatash edhe ai kapacitet veç është ka shkon të ju zhvillu ma shumë e ma shumë. Kështu që për mendimin tam, si në situaza individuale, si për të mëdhaj, si për fëmijë, si për biznise, është shumë e rëndësishme që spaku si vjetë me e pranu një trajnim bazik. Ose organizoje vetë, ose shëndikon kompanimit të organizu, ose mëso vetë, ose lyp kurse, ka dhe me thonë zgjidhjet ndryshme, po mos e le për ma vonë. Për mendimin tam është shumë e rëndësishme që secili me kuptu që kena të bojmë me një inteligjencë të jashtëzakonshme, kena të bojmë me një kapacitetet të hatashme që është gjëna me ilon me na ikë. Dhe pikrish këtu në fakt dua të mbes Darsej se një deklaratë e tillë, në një moment të tillë, na le të nënkuptojmë që ne në Kosovë po bëhemi pjesë e një bote për cilën nuk është që po dim shumë. Disa arrin ta përdorin, disa e njohin dhe tashmë janë ekspertë saj siç jeni ju në këtë rast. Por kryesisht jemi të papërgatitur për këtë botë të re, e cila ka mundësi pafund. Dhe si rezultat i kësaj ne, me theks të veçantë institucionet, komunat, institucionet shtetërore dhe kompanitë e mëdha, konsideroj që duhet përgatisin stafet e tyre për këtë botë dhe për atë se sa shumë ne mund të përfitojmë prej saj. Është shumë normal. Kosova është e hub hapin me zhvillim të ngadalshëm në këtë aspekt. Kompanitë e teknologjisë veç kanë fillu me adaptume të madhe të na, si do të qoftë nëse folin për ose sektorin publik ose sektorin privat në përgjithësi, unë mendoj që interesimi edhe dëshira për të ekziston, po iniciativa është ka mungon. Edhe këtu unë besoj që fillon problemi është vetë të iniciativa. Si një këtë iniciativë individuale, si iniciativë shtetërore, unë besoj që këna fillu me qalu dhe jena të shku mrapa. Mendoj që kënë angazhim shumë ma i madhë si shoqëri rreth kësaj temës edhe me trajtu shumë ma shumë se që po trajtuar. E mira është që mediat janë të pru këtë temë, ma shumë edhe me tonë vetëdijsimi ma i madhe i popullit tonë, momentalisht është të shku përmes mediave, po duhet me qetë prapë ma e fuqishme se që është. Mediat e luajnë rolin e vetë, po duhet me fillu diskursi publik më orientu rreth kësaj temës ma shumë se që është.
Darsej, cila do të ishte këshilla juaj për dikë që dëshiron të filloj ta përdorë inteligjencën artificiale për të rritur produktivitetin edhe për zhvilluar projekte cilësore dhe mos ta përdorim thjesht për shkruar statuse në Facebook, se ajo është gjëja ndoshta më bazike e mundshme që mund të krijoj inteligjenca artificiale. Problemi momentalisht është që shumica janë të përdorur inteligjencën artificiale që është pa pagesë, edhe ajo është tepër e limituar, nuk t'i ofron këtë vetit ato features që inteligjenca artificiale me pagesë t'i jap. Më thonë, pika kryesore është që të vynë gjithçysh mi dediku 20-30 euro në muaj për me fillu me pagu për inteligjencën artificiale. Kështu që mendimi jam është që me të provu se cilin në formë individuale, me gjithë një buxhet minimal për me mujtë me e provu inteligjencën artificiale që është me pagesë. Që ajo mundet me qenë piknisje shumë e mirë dhe me t'i qelë rrugë. Duhet me di që inteligjenca artificiale nuk është pa pagesë, këto pa pagesë jo vetëm forma për me mujtë me të fillu me të adaptu ty për me hi në formatin e pagesave. Dhe krejt fund, nëse kishe mi rekomandu Edonës, Orhanit, Sadikut, krejt publikut, vetëm 3 mënyra konkrete se si me përdor inteligjencën artificiale prej këtij momenti, cilat kishin me qenë ato? Për ta që jonë të punu edhe kanë qasje me kompjutere e kanë punën, filloje me njëherë se të rrezikohet vendi punës nëse nuk e banë. Për nxënësa mos kopjo me AI, mëso me AI, që kjo është mesazhi që edhe me shkollë digjitale nëse jemi të provu me dërgu. Për krejt ata të cilët janë të papunë, janë të humbur sa i përket karrierës, nuk e dinë çka dojnë me bëj me vete, shfrytëzoje me mësu një aftësi të re që ka me qenë në kërkesë tepër të madhe gjatë vitit ashtu, sidomos ka me besoj Kosovë veç fillon me u adaptu më shumë dhe kërkesat kanë me qenë të hatashme. S'është me rëndësi çfarë profesioni ke pas përpara, mundesh me mësu. Kam pa plot raste deri tash që jo të mësua dhe po thonë na i keni ndru jetën me AI. Kështu që nuk është vonë. Nuk është vonë për ty. Që çto 3 mesazhe për 3 kategori të ndryshme. Dhe krejt fund është shumë okej. Biles mëse e natyrshme që një projekt që dënë me përfitu prej institucioneve qeveritare e komunale me punu bashkë me inteligjencën artificiale. Ta përmbyllim me këtë besoj. Më falë, se nuk mujta me të dëgjua, po e përsërit të një? Po e them, krejt në fund të kësaj bisede, ta përsërisim edhe njerë që është mëse natyrshme që në një kohë si kjo në cilën jemi ne të shkruajmë projekte me inteligjencën artificiale, gjithmonë duke i treguar ne se çfarë po kërkojmë, dhe me këto projekte edhe të konkurrojmë për fituar subvencione. Definitivisht, është shumë okej me përdorë inteligjencën artificiale, përdorë inteligjencën artificiale, i hub nështë atë 2-3 herë që shto po mësojnë edhe këta që po i refuzojnë këto projekte. Të falenderoj shumë, Darsej. Shumë faleminderit. Faleminderit për juve.